Ne presim vërshime edhe në fund të këtij muajit, edhe në vit, edhe në muajin tjetër. Po, kemi me pas më të ftoftë, kemi me pas më të nxehtë ka mesi i shkurtit edhe me rreshura më të mëdha. Do të thonë ato prognozat që janë jo vetëm këto, po edhe prognozat që jepen, do të thonë këto parashihen. Por ne kanë thonë edhe paralajmëruar që kanë me pas rreshjet më të mëdha më intensive të shiut. Por ne tani pavarësisht kur janë planifikuar ato? Pra po them, këto janë parashikime, zoti Besimi dhe nuk guxoj asnjësi të shkruajmë ti, por atë çka e kemi diskutuar, edhe çka kemi pa edhe nga modelet që janë paraqitur edhe nëpër mediat e ndryshme ndërkombëtare dhe faqet e ndryshme, është që mesi janarit do të jetë më i nxehtë se domethënë nëse në praktik, edhe do të ketë rreshura më shumë. Në fundi i janarit do të jetë me temperatura më të ulta, nëse nuk gaboj, përcjell zoti Besim, që prapë domethënë neve si komuna, po edhe niveli qendror është kohë e mjaftueshme të fillojmë të mendojmë se çka duhet të bëjmë tani për 2 javë dhe muajin tjetër se çka duhet të përgatitemi. Pikë për këto po duhet të pyet zoti Besim. Çka parashet? Parashet ato që po thot. Të lidhemi me vitin 2025. Jo, 2026 po më intereson. Po kuptoj. Janar. E qartë. Rreziqe? Rreshje kemi me 22 ose 23 janar. Sasia rreshjeve nuk dihet tash, ne rreshjet i mos masi të binë. Edhe java tjetër ka me qenë me temperatura negative dhe gjatë ditës, ka me pas ngrica. A parashe skenar që rezulton vërshime në janar shkurt Kosovë 2020? Jo, unë si meteorolog nuk parashikoj ashtu, sepse është sektori hidrologjisë që merret me këto. Unë bëj parashikimet e motit, po një... Po të ka me pas shqipët ves? Po. So? Masit bjen shiu në mosme nëse, si nuk muj me ditë kamera o kacë. Për atë arsye motje që bëjmë na. Unë jam besimtar e saj në përgatitje. Edhe nëse bjen shi pak, unë kam dëshirë që jemi gatshëm, edhe këto ja kisha sugjeruar gjithë kolegëve të mi. Unë ja kisha sugjeruar gjithë kolegëve të mi në çdo drejtori, edhe në çdo komunë, po edhe në nivelin qendror, që pa marrë parasysh se a do të bie 10 apo 20 mm katror apo do të bie më pak, mendoj që duhet prej tani të fillohet përgatitjet për çdo skenar që mund të na ndodhë. A mendon që ka letargji përgjithësi në mënyrën që shqyrqosemi? Ka. Për arsye se nëse shikoni investimet në fushën e emergjencave në 20 vjetet e fundit, atëherë rezultati është i tillë. Nuk ka pas investime serioze në fushën e emergjencave në nivelin qendror dhe nivelet lokale. Nuk ka pas.